Vitet e fundit, qeveria shqiptare është drejtuar me tura vrap drejt teknologjisë, por investimet në atë fushë po tregojnë se qëllimi nuk ka qenë zhvillimi dhe përfitimi publik. Investimet, duke filluar nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, tenderat e Akshit, Durana Tech Park e më gjerë, po tregojnë se zhvillimi ka qenë propagandë. Sot, parku Durana ka rezidentët e tij të parë. Durana është një vend ku biznesi kryhet pa burokraci, ku lidhja midis biznesit dhe startupeve, biznesit dhe kërkimit shkencor, punëdhënësit dhe punëmarrësit, të strukturuar dhe formuar, kryhet në të njëjtin platformë bashkëpunimi. Ndaj, për vetëm pak javë, 104 kompani, startupe dhe universitete, institucione arsimore shprehen interesin për të parën thirrje paperless në Shqipëri. Kjo është drejtoresha e Korporatës Shqiptare të Investimeve, Elira Kokona, e cila ka në varësi Parkun Teknologjik Durana Tech Park me administratore Florenca Agji. Të dyja të përfshira në Parkun Teknologjik, ato deri më sot kanë dhënë ide dhe shpjegime për Durana Tech Park që janë kontradiktore me funksionimin sipas ligjit. Parku ka shumë pak muaj që është hapur, në fakt ne jemi themeluar në shkurt ose mars, mos gaboj, dhe në mars është hapur thirrja e parë për të parë interesin që kishin entitetet e ndryshme për të aplikuar në park. Në fakt, në periudhën kur ka filluar të punojë parku sipas administratores Agji, ligji për parqet teknologjike ndalonte funksionimin vetëm në mënyrë virtuale. Pra, kompanitë nuk përfitonin përjashtimet doganore. Ndërkohë që administratorja deklaron se parku mund të funksionojë në fazën virtuale dhe shumë kompani janë regjistruar. Por përpara se ndalemi te ligji, le të shpjegojmë mirë se çfarë janë parqet teknologjike dhe rrjedhisht se çfarë është Durana Tech Park në Shqipëri. Një muaj pas themelimit dhe regjistrimit të parkut më 18 mars 2025, Ministri i Ekonomisë, Inovacionit dhe Kulturës Blendi Gonxha firmoi marrëveshje me Korporatën e Investimeve Shqiptare për inaugurimin virtual të Durana Tech Park, i cili nisi si një ambicie e madhe e korporatës për të transformuar 26 hektar tokë në xhap zota në një qendër rajonale inovacioni. Plani i qeverisë ishte thithja e gjigantëve të teknologjisë, startupeve dhe nomadëve digital përmes një oferte të parezistueshme. Ndërkohë që koha kalonte, parku fizik në Durrës mbeti një projekt i pambaruar. Ligji i vitit 2022 nuk lejonte hapësira virtuale si mburoj për të zhbllokuar përjashtimet nga taksat. Ai kërkonte prani reale dhe pajisja të ankoruara në territorin e destinuar. Sipas VKM-s me numër 73 datës 29 janar 2025, shkruhet se këto lehtësira fiskale për zhvilluesin, i cili në këtë rast është korporata, dhe për përdoruesit do të fillojnë të aplikojnë nga data e fillimit të veprimtarisë ekonomike në park. Për sa i përket zhvillimit të parkut, sipas informacioneve zyrtare, ajo ndahet në disa faze, ku ajo virtuale do të nisi brenda 3 muajve nga firmosja e marrëveshjes, ndërsa thirrja e parë për përdorues do të ishte nga data e fillimit të fazës së parë të zhvillimit apo të operimit të këtij parku. Për sa i përket fazës hibride, data e fillimit do duhet të ishte jo më vonë se 3 muaj nga marrja e lejes së përdorimit të infrastrukturës. Ligji trajton Durana Tech Park si territor fizik dhe jo si platformë online. Megjithatë, Korporata Shqiptare e Investimeve që drejtohet nga Elira Kokona ka shpërndar një video në fillim të janarit 2026 për të sqaruar mënyrën se si funksionon parku. Mënyra e operimit është e tillë. Në fillim, parku operon 100% virtualisht dhe më pas ndërtimit të parkut fizik, do operojë në mënyrë hibride. Sipas administratores së Durana Tech Park, Florenca Akovaçi, parku po funksionon vetëm virtualisht. Madje në deklaratën e mëparshme, administratorja ka deklaruar se kompanitë janë regjistruar në regjimin special tatimor, duke u përjashtuar nga taksat. Këto kompani janë aktive dhe sipas ligjit nr. 58/2022 përfitojnë lehtësira fiskale dhe përjashtime doganore. Deklarata sqaruese nga Korporata Shqiptare e Investimeve erdhi pasi shpërtheu skandalin në media se në park kishin regjistruar me kompani persona me dosjen SPAK dhe të afërm të zyrtarëve të lartë të qeverisë shqiptare. Madje regjistrimi ishte bërë në një kohë që parku nuk kishte ndërtuar. Por sipas përfaqësuesve të institucioneve, parku teknologjisë funksiononte sipas ligjit në mënyrë virtuale, gjë e cila nuk qëndron, pasi baza e këtij operacioni ushtrohet përmes ligjit nr. 58/2022, i cili vizatoi një paraqitje të vërtetë fiskale duke garantuar zero fitim mbi fitimin për 15 vite, zero tatim mbi pagat për indekat dhe zero të vështirë për importin e pajisjeve teknologjike. Por ky ligj kishte një kusht të hekur, të cilin koha vërtetoi si themën e tij takili. Përfitimet u rezervoheshin rreptësisht vetëm atyre kompanive që akomodoheshin dhe ushtronin veprimtarinë e tyre fizikisht brenda perimetrit të parkut. Tani skandali nuk lidhej vetëm me faktin se nuk lejohej përjashtimi nga taksa, por me listën e personave që janë përjashtuar nga taksa dhe që operojnë aktualisht në parkun virtual. Në listën e bizneseve gjendet Ergjus Agazi, rezident në Durana Tech Park me kompaninë Testën Tech në akuzë nga SPAK për rëmbim personi, konkurrencë e paligjshme përmes dhunës dhe pastrim parash si grup kriminal për tenderat e Akshit në kërkim nga drejtësia. Ermal Beqiri, rezident Durana Tech Park me kompaninë Datastorm në akuzë nga SPAK dhe në kërkim nga drejtësia. Andis Papa, rezident në Durana Tech Park me kompaninë Quantec në akuzë nga SPAK për faktura fiktive në çështjen e Akshit. Gëzim Hoxha, i fundit, po jo më pak i rëndësishmi, është rezident në Durana Tech Park me kompanitë Box Artificial Logic dhe Cyberminds Labs në akuzë nga SPAK për tenderat e Akshit. Gëzim Hoxha është vëllai i ministrit të jashtëm aktual Ferit Hoxha.
Të katër këta individ janë në të njëjtën çështje për aferën me tenderat e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë Informacionit, ku drejtoresha e Akshit Milina Kaçana është në arrest pije për paracaktim tenderash si grup i organizuar. Drejtuesja e Korporatës Shqiptare të Investimeve, Elira Kokona, ka folur për investimet në startupe ndërkombëtare, ndërsa prej 9 muajsh nuk ka transparencë për pagesat dhe përfitimet reale të shtetit shqiptar. Administrimi i parkut pretendon se ai funksionon dhe është në fazë virtuale dhe se kompanitë kanë kryer veprime tatimore, por lista zyrtare tregon mos përputhje, pasi nga 50 kompani të regjistruara vetëm rreth 25% e tyre rezultojnë të huaja, ndryshe nga pretendimi publik për 51%. Media 60 ngre dyshime se përmes lehtësira fiskale është krijuar një zonë me përfitime për persona të lidhur me pushtetin, ndërkohë që projekti operon mbi tokë me status bujqësor, në kundërshtim me planin vendor. Në vigjilje të krishtlindjeve të vitit 2025, stafi Durana Tech Park me administratorin Florenca Kovaç, drejtorin e startupeve Arjan Ymerin, Ministrin e Ekonomisë, Inovacionit dhe Kulturës Delina Ibrahimaj dhe me mbështetjen e IT të Community do të organizonin Meetup Durana. Eventi kishte si pjesëmarrëse edhe disa nga rezidentët e Parkut Teknologjik Durana Tech Park, por detaj më i rëndësishëm ishte prezenca e Arjan Ymerit dhe Florenca Kovaçit, pasi për shkak të raportit për startupet kemi një konflikt të mundshëm interesi. Në fakt, bashkëpunimi ka zanafill me startupet që duhet të shkojnë për sipërmarrës të rinj, por që është bërë traditë që të shkojnë gjithmonë më shpesh te familjarët apo personat e lidhur me zyrtarët e lartë. Florenca Kovaçi ka punuar si drejtoreshe e përgjithshme e kryeministrisë dhe pas hapjes së konkursit për administrimin e Durana Tech Park është zgjedhur si administrator e këtij projekti së bashku me Gjergj Tahon. Paraprakisht në korrik 2023, Nancy Kovaçi, person i lidhur me Florenca Kovaçin, do të themelonte një biznes si person fizik për shërbime konsulence. Një vit më pas, bashkëshorti i administratorës së Durana Tech Park, në korrik 2024 do të shtonte të objekte veprimtarisë dhe dhënien e makinave me qira. Në prill 2025, disa muaj pas emërimit të zonjës Florenca Kovaçi si administratore Durana Tech Park, Agjencia Startupeve në ndërtimin Arjan Ymerit dhe në varësi të Ministrisë së Shtetit për sipërmarrjen dhe klimin e biznesit, Delina Ibrahimaj, do të shpallej lista me 83 startupet fituese të thirrjes për masa mbështetëse 2025. Burime konfidenciale nga Ministria deklaruan për Media 60 se Nancy Kovaçi është bashkëshorti i Florenca Kovaçi dhe ka përfituar një startup me vlerë 40.000 euro. Ky i fundit do e përfitonte startupin për shërbime biznesi me anë të biznesit si person fizik. Në lidhje me këtë rast, Media 60 kontaktoi Ministrinë e Shtetit për sipërmarrjen dhe klimin e biznesit si dhe drejtorinë e startupeve. Deri në publikimin e këtij materiali nuk patëm asnjë reagim nga institucionet, nëse kishim konflikt interesi dhe sa ishte për vlerësimin për këtë startup. 2 vite pas miratimit të ligjit për parqe teknologjike, përgjegjësisë u bashkua edhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, Korporata e Investimeve Shqiptare, si dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Ministria e Infrastrukturës dhe OSHE-ja do të ndihmonin në infrastrukturën e përgjithshme mbështetëse deri në kufit të parkut si rrugë, fibra optike, energji elektrike në Durana Tech Park. Në fillim të shtatorit 2025, operatori i sistemit të shpërndarjes Tiranë do të shpalte garan për tenderin furnizimi me energji elektrike i Parkut Teknologjik Durana. Në fillim të tetorit të vitit të kaluar, Drejtoria e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes Tiranë, që drejtohet nga Darling Hoxha, do të shpallej te fituesi në Eurondërtimi 2000 në pronësi të Qani Saraçit me ofertë 32.9 milion lekë ose 330.000 euro. Gara do të shënojë me flamur të kuq nga procurement.al, platforma ICT, pasi nuk do të kishte pjesëmarrës të tjerë përveç fitues. Flamuri i kuq vendosur kur ka dyshime për korrupsion dhe favorizim fituesi nga institucioni që organizon tenderin. Çdo gjë duket në rregull në plan të parë, por jo çdo gjë është ashtu siç duket. Deri më sot në projektin Durana Tech Park nuk është vendosur një tull, ndërkohë që në shkelje të disa ligjeve organizohet tenderi për furnizimin me energji elektrike. Në rastin kur projektohet një tender për sistemin e shpërndarjes dhe lidhet kontrata pa patur shënim të qartë dhe pa filluar puna, kemi shkelje të ligjit për prokurimin publik, sepse mungon nevoja reale dhe qëllimi i kontratës. Kemi shkelje transparencës dhe eficiencës së përdorimit të fondeve publike. Kjo procedurë mund të konsiderohet fiktive sepse kompania vetëm në këtë rast ka konkuruar për diçka që nuk ekziston, ku cënohet barazia në tendera dhe krijohet favorizimi i paligjshëm. Duke parë rrezikun etik së kontratave dhe tërheqjes së kapitalit tuaj që po mande radhën për një parajsë që nuk ekzistonte, qeveria shqiptare u detyrua të bënte një lëvizje emergjente. Investimet për parkun që nuk ekzistonin solën në mars të vitit 2026 në rryrje për të mbajtur gjallë interesin dhe për të fshirë për zbraztinë e kantierit që nuk ekziston. Qeveria e ktheu zyrtarisht Durana Tech Park në një park virtual. Ky rregullim emergjent ishte një armë juridike e detyruar për të çaktizuar kushtin e ngurtë të ligjit të vjetër, pasi duke legalizuar operimin virtual që të barazvlefshëm me atë fizik, shteti u lejoi papritmas kompanive teknologjisë që të aktivizonin me një statusin e tyre si përdorues dhe të përfitonin taksa zero pa pasur nevojë të prisnin ngritjen e mureve në xhap zotaj.